Jemi rikthyer dhe tashmë kam këngëtarin e njohur Afrim Muçiçi këtu në studio me të cilin do të flasim sigurisht për të gjithë karrierën e tij, por gjithashtu do të fillojmë nga fëmijëria e tij. Gjëra që ndodhin gjatë nga emocionet sepse ju kam përballë, kështu që shumë kënaqësi dhe shumë faleminderit që jeni pjesë e emisionit Prizma, sepse unë përmenda edhe në fillim të emisionit që jam rritur me këngët tuaja, sigurisht me atmosferën që ju keni bërë në për koncerte të ndryshme. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve, kënaqësi është edhe imja. Mund të shfrytëzoj rastin me të përshëndet shumë, të uroj shumë sukses në këtë emision. Me përshëndet gjithë teleshikuesit të emisionit juaj. Shumë faleminderit, kënaqësi. Do doja që të flasim, të marrim disa etapa të jetës suaj. Do të flasim që nga fëmijëria e më pas edhe në ditët e sotme në fakt ku jemi, do të flasim për dasmat, për ahengjet, se si ka ndryshuar kohët nga koha ku ju keni filluar e deri më sot, por që do të filloja me pyetjen se si e kujtoni fëmijërinë tuaj. Ju jeni nga Llapi, nëse s'gaboj. Si e kujtoni këtë fëmijëri pikërisht në Llap? Është një kthim baja brapa. Qash edhe më shimash edhe lavdeshme, kështu kisha me qujtë, sepse unë i përkas asoj gjeneratës që jemi lind ndoshta një kohë pa kohë, në kohën e Ish Jugoslavisë, kur ka qenë shumë aktivitetet ndaluara nga ish sistemi asoj kohë, dhe kështu që dëshira vullneti, pastaj dashuria ndaj këtij profesioni, përkraja familjes, përkraja rrethit shoqënisë, edhe definitivisht dashuria ndaj profesionit që unë e bëj, ja kemi arrit dhe kemi mbjetu, sepse i kujtoj ato vitet e hershme, domethënë koncertet e para, në për shkolla fillore, në për podrumet e improvizuara, në për ndonjë sallë, që se më me thonë aty këtu që se ka ekzistuar në atë kohë, edhe ka qenë domethënë koha më të mërshme e karrierës së një artisti, për arsye se ka qenë një kohë që më thonë ta gjeneratave të reja thonë ky po na shet çallëm. Po është realitet domethënë e asoj kohë ku ne faktikisht është dashur që këngët e cilat kemi dashur të këndonim në atë kohë, është dashur të dërgohen në një komitet ku e diune si është quajtur përpara komiteti, nuk e di as vetë si është quajtur, që të verifikohen, të shikohen gjitha tekstet, a ka ndonjë tekst i cili lëndon popujt tjerë me motive patriotike ku ta diun në asaj kohë, kështu që ka qenë vështirë, mirë po dashuria prapë po them edhe profesionalizmi, kur e do një profesion mundesh me arrit, ka qenë vështirë, ka qenë absolutisht vështirë, sepse nuk ka pas në atë kohë, domethënë, teknologji e cila është sot, po gjithmonë kanë qenë shoqënitë kulturore artistike ato të cilat na kanë jap shtytje, edhe na kanë jap kurajo, për shembull mua si artist të ri, më kujtohet që pikërisht po rezulton ndoshta edhe koincidencë, mirë po është realitet, domethënë pe këngëve të para të mia që unë i kam ingjizu pikërisht në Radioshkop, këtu në Shkup, ku kam qenë së bashku me shoqërinë kulturore artistike Emin Duraku nga Shkupi, ku kam ingjizu për shembull njërin pe këngëve të mia të para, edhe ka qenë pikërisht në atë kohë shoqëria kulturore artistike Emin Duraku dhe shumë miq tonë që i kemi këtu në Shkup dhe në tërë Maqedoninë tash të Veriut, ku bashkëpunimi që ka qenë fantastik, na ka jap mundësinë që ndoshta edhe ne të promovohemi. Jo ndoshta, po definitivisht na ka jap një mundësi që ne sot të promovohemi. Sigurisht. Pastaj unë më lidh shumë me Shkupin, me Strugën, me Teton, me Gostivarin, me Harashinën, me Kumanovën, pastaj me Dibrën, me Veleshtën, dhe me gjitha pjesët ku flitet shqip, sepse kanë qenë pothuajse në ndoshta përmi 60% të familjeve shqiptare që jetojnë dhe veprojnë në Maqedoni, unë kam qenë prezent. Pastaj më lidhë shumë koncerti im, domethënë 2 ditor pikërisht në Shkup në sallën universale që do ta harroj asnjëherë, domethënë kanë qenë të rralla koncertet që janë bë të asaj kohe, domethënë unë me bendin tim kom promovuar 2 ditë. Domethënë pranë të shtunde që ka qenë plot e për plot në atë kohë, edhe kështu që ato kujtime normalisht që kanë qenë shtytje për karrierën time dhe normalisht që edhe ftesa juaj më ka obligu që t'jem ofër me ata të cilët na dojnë dhe na adhurojnë. Shumë e vërtet në fakt sepse ju, unë e përmenda edhe në fillim, ju bëjni pjesë e familjeve më tashmë. Nuk është njerëzit i dëgjojnë vetëm këngët, po ju teksa jeni edhe në për koncerte, edhe në gëzime familjare ahengje, ju bëjni
pjesë e momenteve më të bukura të familjeve, prandaj po them që ka nga ata artistë të cilët dëgjohen, po ka nga ata artistë të cilët tashmë ju kanë pjesë të familjes. Cili do të ishte një kujtimi më i bukur i fëmijërisë suaj, nëse keni një kujtim që gjithmonë e përmendni mbase kur ju pyesin? Po ka kujtime shumë, domethënë tash është vështirë ndoshta që të do në sekuencë e ndonjë ngjarje, po ka kujtime jashtëzakonisht mira. Kujtimi, për shembull, një kujtim shumë i mirë që unë s'harroj asnjëherë, domethënë qysh 16 vjeçar koncerti im i parë në Slatin, afër aeroportit tash edhe Mjasharit që është në Prishtinë. Kujtimi i paharruar, domethënë dala ndoshta për herë të parë para një publiku ku ka pet për lidhna me ato që thash pak më herët sepse e kishëm të cenzuruara. Unë i bëra në atë kohë vetëm 2 këngë. Mori vjollca Sheshel në saksi dhe po i bjene rarat e zeza. Mirë po i bjene rarat e zeza u cilësua si këngë me motive nacionaliste, patriotike, ku diune dhe mandalu. Pastaj mu më ktheu publiku gjatë performancës sime, do më thonë 3-4 herë 5 herë, nuk e di, edhe pe adrenalinës, pe dashurisë, unë fillova me këndu prapë, pe i bjene rarat e zeza, do më thonë, pa lejen e autoriteteve të asaj kohë, edhe faktikisht u bë që u bë, ka qenë një ndjeri një Bedrim Uçolli i cili ishte si udhëheqës i shoqënisë artistike Rilinja të asaj kohë dhe për një derë tjetër futi makinë dhe më çoi në atë kohë në Podeve dhe shpëtova domethënë te më të keqes. Mund të kishit pas edhe pasojë, besoj kur keni kënduar këngë patriotike. Kam pas edhe kolegët e tjera, domethënë kanë qenë publike të asaj kohë, domethënë arrestimi i shumë personaliteteve artistike të asaj kohë për arsye se ka qenë kohë pa kohë. E dim gjithë, domethënë Shkurtja, Shyretja, Iliri, Nikolla, unë Sinani, plot të tjerë, domethënë mos të harroj ndonjërin, Ismet Bexheti, domethënë kanë qenë të gjithë të persekutuar në atë kohë për shkak sepse kemi qenë të cenzuruar. Ndërsa tash kjo kohë është pak më ndryshe. Tash jeni më të lirë për të kënduar edhe këngët patriotike dhe këngët të cilat ne duam. Dhe këngët patriotike besoj janë ato këngët të cilat gjithmonë publiku i preferon shumë, apo? Unë mendoj që i preferon sepse apet duhet mund të lidh me kohën e mahershme, domethënë i gjithë kombi shqiptar ka qenë i persekutuar edhe ka qenë i privuar nga arti, kultura, sporti dhe gjitha elementi që e kanë bajt gjallë një këmbë. Domethënë nuk është e largët periudha 25, 6, 7 vjeçare, 30 vjeçare kur i gjithë kombi jonë ka qenë ingujuar nga jeta kulturale, artistike e sportive. Domethënë ne në një farë forme me këngët patriotike, edhe kolegët tanë që disa janë në jetë, disa nuk janë në jetë, domethënë kanë kontribuar që thjesht mos të harrojmë gjuhën tonë të mirëfillt. Shumë vërtet. Pa dashur të ofendoj asnjë kom tjetër, mirë po gjuha jonë shqipe, kultura jonë shqipe është shumë e pasur dhe mendoj që kontributi jonë sado i vogël që është, mendoj që e kalon diku një pikë e cila me kalimin e viteve do vjen në jetë dhe do të inkurajojë gjenerata të tjera, pavarësisht llojit të muzikave që unë i bëj dhe të tjerët i bëjnë, duhet bazën temelin tonë që e kemi të gurit, të granitit, mos ta humbin, pastaj me gur mund të ndërtojmë çka dojmë. Vërtet. Dhe në fakt kontributi juaj ju ishit modest, e tha që i vogël, por nuk është i vogël, është një kontribut që më sigurisht, sepse ka shumë rëndësi ta ruajmë trashëgimin kulturore, artistike, qoftë këngën, qoftë muzikën, qoftë vallën. Di që kam informacion që babai juaj në fakt në fillimet tuaja kur keni filluar me muzikë nuk ka qenë dakord për të qenë këngëtar. A ka qenë base pak a shumë edhe ajo frika që ka pas pasoja, pikërisht një këngëtar në atë kohë mund të ketë pas edhe pasoja të këtilla që i përmendën. Unë si ri, me ju thonë të drejtën, e mora shumë ofër zemrës, do më thonë nuk u pajtoja absolutisht me ato vendimet të babait tim i cili është ende gjallë, edhe thoshte që kategorikisht jam kundër punës që ti po bën, sepse gjitha ato që i thash pak më herët, normalisht që si pen tash edhe unë të kuptoj që në atë kohë pas ka pas të drejtë, sepse ka qenë kohë pa kohë, nuk ka pas siguri, nuk ka pas ambientet mirëfillta ku ne kemi bë punën tonë, mirë po ja që ka do ndoshta fat në atë pengesë ku dëshira ime, këmbgulësia ime, domethënë që të mri sado pak në këtë botë artistike, unë e falenderoj absolutisht edhe për së gjallë dhe do të falenderoj përjetësisht sepse me atë që më ka pengu në një farformë unë e ku marrë dhe si lloj këshille pozitive edhe faktikisht ka qenë këshillë shumë e mirë.
Nuk e ka bo që nuk ka pas shef, për me qenë ma i kjartë, po e ka bo për shkak të frikës, sepse koha në cilën ne kemi fillu ka qenë koha e pa kohë. Sigurisht, ka pas arsye Unë e ma e men salën universale në Shkup, ata të cilët sot e ma e men edhe që kanë qenë e din që kur kanë fillu në atë kohë, si i ri shumë, të kanë ndoj një kongë për Kosovën, dhe më ka qenë një kujtira fika dhe në atë kohë, kanë përmend Slobodan më rëdërgus, ti Kosovën mos e nguc, do më thonë, për një moment është mbush e gjithë sala universale me plot polic të aso e kohë mbranda. Do më thonë, nuk ka qenë e letë. A e kom bo me vedia pa vedia, nuk e di, sepse emocionet të aso e kohë ka qenë të atila që ndoshta s'ko mujta son me kontrolu e vetën. Mirë po, për plot, adhërus, gjithë shqiptarë, për Zotin e kom bo, pse e kom një ashtë. Po, në ato momente e keni ndjerë. Po që si që thamë, pra mund të ketë pas edhe pasoja edhe më të Definitivisht po. Janë taluar, janë penguar, sigurisht të gjithë edhe këngëtarët edhe për këngën edhe për fjallën e fakt. Gjithsesi, do më thonë ka shku gjarë dhe të mborg për një këngë. Për një fjali. Për një fjali, do më thonë, kolegë tanë, që disa janë një, disa nuk janë, i kanë hongër gjarë dhe edhe 6 muaj ndoshta. Kjo ka qenë base edhe po, pikërisht ajo brenga që edhe papa juaj e ka pas. Edhe se cili prind, do më thonë, e ka tuke përfshilë, prindin dem, do më thonë se cili duhet të kuptohet që e ka pas me të drejtë, sepse normal që kua ka qenë ati. Cila ka qenë fjalla e parë kur e pa që ti nuk do ndalosh me muzikën, do të vazhdosh dhe ai më tha, okej, vazhdo, dhe e pa që ke arrit. Mi thonë të drejtën, sot aso e dite, nuk e ka thonë asë një fjallë. Do më thonë, në të kuptim, po e ka pranu ashtu shfare. Shfare unë kom borë rukëtimin tim, edhe normalisht që ma nuk më ka pengu, mirë po, pra po thamë, unë jam botash edhe gjysh, edhe i kom bot 20 vite karierë, edhe sot aso e dite i përkullem me prijetësi prindit tim, edhe uroj që gjithë 33-a, edhe gjdo shqiptar, edhe gjdo njëri mirë i kësaj bote, kjo përkullet prinderve, sepse prindet janë pasuria më madhe që ekziston këtë botë. Pambarësisht se ndoshta nga njerë ne nihemi të lënduar, sikur se është rasti im, që në momentin kur më ka thonë mu në atë kohë, për shembull, që du të me ndërprej këtë profesion, absolutisht jë lëndu, definitivisht, se s'mu i me rajtë sot. Mirë po, tash e kom kuptu, do më thonë pa, edhe para disa vite e kom kuptu që a i ka pas të drejtë shumë. Përfundimisht edhe, kështë që përkullja është e përjesshme. Sigurisht, pa tjetër që po, dhe duhet t'i ruajmë edhe... Absolut, lëma i që i ka. Lëma i që i ka, duhet t'i ruajmë prind, sepse asnjëherë, si sot populli, nuk mundemi t'ju dalim hakësh. Shumë e vërtet. Keni qënë 16 vjeç kur keni filluar sigurisht, në një kohë e përmendëm edhe kohën që ka qenë e vështirë edhe nga kjo pjesa që nuk ka pas liri, por gjithashtu edhe nga që nuk është si sot që në me rrjetet sociale vetëm mundemi, domethënë bëhet një këngë, publikohet dhe është shumë më lehtë të shkojë në publik. Sa ka qenë e vështirë, çfarë sfidash keni pas për të arritur për të pasur një emër, për të krijuar një emër në fakt në këtë fushë? Në atë kohë. Dallimi është jashtëzakonisht i madh, domethënë është problem me bën një dallim të asaj kohe me këtë kohën e tanishme, sepse unë për shembull fillova në rrugtim në muzikë, pastaj ishte edhe me sport. Domethënë dy punë paralele të ish sistemit. Domethënë leçi bënim punën tonë të muzikës në për koncerte, festivale ndryshme, mbrëmje ndryshme në mënyrë ilegale, njëkohësisht paralelisht bënim edhe punën e futbollit. Kështu që ka qenë absolutisht e vështirë, mirë po jëm bind që një njeri i cili e don këtë profesion, edhe ke dëshirë me rrugtu në sazat gjata, do më thonë nuk ka pengesë që mundet më ndarë për pas Zotit madh. Do më thonë njerëzit absolutisht e kanë shumë të vështirë me ta ndalu, sepse është e thonja popullore kur ta pa i nalt, jemi në rregull. Edhe do më thonë ka qenë shumë e vështirë, mirë po jashtë që ja kemi arrit. Pastaj kjo pjesa tjetër, para se me dalte pjesa e re, do më thonë e kohës moderne, atëherë do më thonë, unë edhe kom pas ndoshta një lloj fati, sepse bashkëpunimi me njerëz të mirë, vullnetit mirë, kujtohet koncerti e parë në Shkup me Ibrahim Tatlises, që ka bëhe me Ngazha. Do më thonë, si i ri, kom pas rastin që me një yll të madh të skenës botërore, të performoj live në stadiumin e Shkupit. Pastaj me që shkon saba në stadiumin e qytetit Gostivar. Ka qenë një eksperiencë jashtëzakonshme. Edhe do më thonë deri në fillimin e problemeve në Republikën e Kosovës, ku i gjithë kombi e dim që ka kalu, edhe do më thonë pas përfundimit të luftës, unë faktikisht falë qytetit e Dibrës,
të Strugës dhe Veleshtës, po dhe qyteteve tjera, unë i kom marrë komt ekonomikisht, këto do të me pranu publikisht, dhe me thonë sidomos qyteti i Divrës, që me kam pranuar dhe kam najtë përmi një muj dit, dhe kam performu nga 2 dasma në natë. Dhe me thonë me 2 orkesat të ndryshme dhe shkoja 2 orë të një dasmor, 2 orë të një dasmor, dhe me thonë Dibra është pethan për herë parë, ekskluzive të jo, dhe me thonë është Dibra, është qyteti i cili më ka ofruar këtë mundësi, së bashku edhe me Veleshtën dhe disa dasma në Strugë. Kështu që aty kemi fillu të rimë këmbëmi në atë anën ekonomike, sepse kemi qenë të shkatruar fare nga lufta në Kosovë. E pastaj vjen kjo periudha tjetër e pas luftës, e cila për çdo artist tonë po mendoj që është absolutisht 3000% ma lehtë se sa e artistave që i kanë kalu katrahurat e regjimit monest asaj kohe, është absolutisht më lehtë, sepse fundit krejt, për mos me egzageru më tepër, do më thonë se cili artist mundet nga shtëpia vetë me një telefon të menshëm të bëj një videoklip. Që për neve ka qenë ëndër. Për neve për më orë shkup me bëj një gjerim të vitit të ri, ka qenë një ëndër se me shku s'pëdin cilin televizion me marë sot shambull. S'pëdu me bëj marketing në BBC, RTL, a ku e di unë. Do më thonë, ajo ka qenë. Artistat aso e kohë jemi ngrit me videokaseta. Videokasetat vitit të ri, atë promovoheshin, me 2 kamera, apo me një kamerë statike, edhe kështë që është mbajt gjallë dhe me kaseta. Ndërsa tash, mo vesh... Në YouTube janë ato këngët. Në YouTube, që është me keqet, kanë kalu dhe me inteligencë artificiale, që është absolutisht gabim, po, ja që duhet të jemi në hap në botë. Duhet të hecim e të ndjekim edhe teknologjit të reja. E përmendët që ju keni qenë edhe pjesë e sportit, pra keni luajtur edhe futball profesionalisht, në fakt, dhe më pas një lëndimi nëse s'gaboj, jeni të rriqur nga... Kam thy 2 herë kombën edhe kështë që s'kam pas fat, po nuk jam beshman sepse edhe këne jam mirë. Po, nëse e paramendoni paka shumë, nëse s'do kishtë ndodha i lëndim, ku do t'ishit sot? Do t'ishit edhe nga futbolli më shumë ose... Ndoshta, po asnjëherë kësaj punë nuk i di, sepse publiku është ai, edhe fatën e jetë është ai i cili dërgon rrugëve të këtij rrugtimi kulturor sportiv, sepse unë kam potencu sa herë sporti edhe kultura e mbla motër. Definitivisht ambasadorët më të mëdhenj të kombit ton, edhe të gjitha kombeve tjera, janë sportistat, janë artistat. Do më thonë, pa i përmend këta të politikës të cilët shkojnë e vinë edhe harron shpejt, apo janë 4 vjet, 8 vjet edhe shkojnë, kështu që kontributi, po thom, edhe aty ndoshta e kemi lënë ai pikë, sa për informacion të shikuesve tuaj, unë kam qenë futbollist aktiv i klubit futbollistik Llapi. Pastaj kam luajtur edhe në klubin futbollistik Gjilani dhe kam udhëhequr 19 vite klubin më të madh mbar kombëtar Prishtinën, në Krenari, ku i kam fituar të gjitha çfarë fitohen në futbollin e Kosovës. Normalisht që mosha jon, koha jon, nuk kemi qenë në atë kohë të pranuar në FIFA dhe UEFA. Mirë po, kam arrit që për 19 vite, 100 vjet i ka, do më thonë, 101 vjetë si vjetë i bon klubi, 19 vjetën e kom më dhejsh me Krenarie dhe kështë që përshamë për koincidencë këtë foto, kur kam qenë futbollisti i Llapit, këtu kemi edhe një dëshmori që nuk jeton në moda më dhe në shtidhar, pikërisht nga forcat okupatore të Serbisë, kështë që kjo e vërteton që pushtetja së e kohën nuk ka zgjedhë edhe sportista, e lere më diçka tjetër. Shumë e vërtet, nuk ka parë se kush çfarë është, po vetëm kanë marrë sigurisht. Ti kthehemi pak përveç, kur flasim për kohët, dallimet e kohëve, përveç pjesës që tashmë mund të jetë më lehtë për shkak të rrjeteve sociale, të flasim për ahengjet, për koncertet, për mbrëmjet në fakt. Dallimi tash edhe më herët, ku unë e përmenda në fillim që më herët kur është shkuar në një koncert, në një mbrëmje, është shijuar sepse askush s'ka pas telefon në dorë dhe gjithkush ka dëgjuar dhe ka shijuar atmosferën. Ka ndryshuar shumë, koncertet për mua në kohës së mëdhshme kanë qenë më të mira, definitivisht më artistike, më të dëgjueshme nga publiku, sepse po pajtona plotësisht se s'ka pas telefonat të mençur që ndoshta sikur në raste të tilla sot vjen për shembull XY në dasmë apo në një heng tjetër dhe komplet dasma kalon, ajo është i fokusuar të këshirë ndoshta në emision tjetër, është e drejtë e tina apo asaj, mirë po dallon shumë, domethënë, ka ndryshuar kuami, po duhet të jemi në hap me kohën. Ajo që është e rëndësishme për mua dhe për gjithë ata kolegë dhe koleget mia të cilët e kanë nisë këtë rrugtim, është një punë të cilën e kemi bë me vitet tona, domethënë sidomos me diasporën tonë, që në kohë të hershme kanë emigruar jashtë Kosovës, jashtë Maqedonisë, Preshevës, Bujanosit, Medvegjës, Ulqinit, dhe kudo që ka shqiptar,
ka pas, do më thonë, kemi taku njerëz të asoj kohë që ndoshta me 20 vite s'kanë qenë për shtëpijat e tyre. Prezenca jonë që kemi shku, normal që kemi shku me fitu, sepse nga ky profesion mbajmë familje, mirë, po mendoj që kemi bën një punë të madhe për arsye se i kemi mbledh ata njerëz. Nuk e kanë harru kulturën dhe gjuhën tonë, dhe një me mira familje, që sot janë kriju dhe kanë fëmijë, janë rritë ato familje pikërisht nga njoftimet që janë bërë me 3 pikërisht në ato mbramet ku kemi performuar në Shqip. Sepse mos të ishëm shku ne, ata normalisht ishën shku në për diskoteka ndoshta të popujve tjerë, kështu që kultura dhe gjuha harrohet shpejt. Shumë e vërtetë. Mendoj që edhe aty kemi lënë një pikë të vogël. Prandaj po them që kontributi është shumë i madh, sepse gjithandaj nga një pikë dhe ja ku bëhet në fakt Pika, mushet ndoshta inshallah ai pusi i mirë, domethënë me vepra të mira dhe shpresoj që unë po mendoj që s'kemi bën ende asgjë sepse gjithmonë kjo punë lyp punë të 100%, lyp ata të cilët dojnë dhe të adhurojnë. Ata çdo ditë lypin nga ti diçka të mirë. Domethënë nuk mundesh, këtë kam thonë shpesh, nuk mundesh më bo artist, as nuk mundesh më bo futbollist me një gol apo me një klip. Nuk ka mundësi. Ai event i cili ka kalu dje, u kry. Duhet me mendu për sonde nesër. Domethënë gjithmonë duhet të jesh sepse ashtu të çmojnë edhe të dojnë. Me unis për asoj logjike, Leo Messi ishtë dash me non futbolin moti. Sepse i ka rritë gjitha. S'ka çka nuk ka fitu. Mirë po, ai gjithmonë ka diçka për të dhënë. Gjithmonë ka për të dhënë. Edhe puna jonë është ashtu që po mendoj që duhet sa të jemi, sa ka thonë ai lart, sa na ka dhënë jetë, duhet që deri në frymën e fundit të jemi besnik ndaj atyre që na dojnë edhe na adhurojnë. Me këtë jam bind vetë sepse ma ka shpërbly publiku që 40 vite edhe jam mirënjohës përjetësisht. Kështu që do të vazhdoni të keni edhe krime të reja. Vetë sa kom fillu. Po presim edhe shumë gjëra, me që po e thoni këtë, pa do kemi edhe shumë gjëra të tjera. Megjithatë, unë dua të potencoj në fakt, kjo nuk vlen sigurisht për ju, vlen për këngëtarët e rinj, të cilët e nxjerrin një këngë, po pas një kohe, ajo kënga dëgjohet 2-3 vjet dhe humbet. Ndërsa këngët tuaja, këngët që ju i keni kënduar në fillim, edhe sot, nëse del tash në shesh të Shkupit këtu t'i këndoni, dhe me thënë, besoj që gjithë gjeneratat, prej më i madhi deri te më i vogli, besoj që do t'i këndojnë. Cili është sekreti i të qëndruarit kaq gjatë në aty ku jeni në fakt? Shumë pyetje me vend. Nga njerë, jo nga njerë, por shumë herë rekomendu, do më thonë, kurs Chelsea. Përfundimisht duhet të them që Chelsea dhe suksesi kësaj janë publiku. Ata të cilët të shpërblejnë. Në momentin kur publiku të dëgjon një këngë që 40 vite. Me këtë jo mbind vetë, do më thonë, në mënyrë praktike, edhe kom thonë so herë përsëris, edhe këto me kënaqësinë më të madhe që do ju jem falënderues përjetësisht atyre të cilët sot më majnë gjallë në skenë, sepse me rikthimin e Fatushit me 3 doksat, pastaj me rikthimin e këngës me Dafina Zeshirin, një këngë e cila është bërë që 30 sa vite nga Indjeri Ivzi Krasniqi, një tekst i cili nuk vdes asnjëherë, ju mbind përfundimisht që vlerat kanë me mbetë sa to shtjeta jetë. Edhe ajo është bindja ime, edhe aty ju mbind që gjithmonë duhet të jesh besnik ndaj atyre që të dojnë dhe të adhurojnë. Në momentin kur ti e lëndon publikun, absolutisht e ki shumë të vështirë që të kthehesh prapë. Publikun nuk ta fal. Sepse edhe unë kam qef me fut një CD, një USB edhe me dalë, po jam pe atyre që pe thonë publikisht edhe din krejt. Me mu mas problemi kanë njerëz kur bojnë videoklip apo zhjërime të vitit 3 playback, se gjithmonë gaboj, më kthejnë se s'di me këndu playback. Faleminderit Zotit madh që më ka jepë këtë mundësi, edhe atyre gjithë që ja ka jepë këtë mundësi, shfrytëzojeni, po mos e lëndoni publikun, sepse publiku është i shajtë. Kotë unë mëj me qenë maj miri, apo maj keqë, që s'është më nënësi shka. Momentin kur e ki sollën shplast, momentin kur nuk don askush e ki të kotë, por momentin kur ai po don, edhe po ta jap vlerësimin maksimal, mos e shgënje. Përkundrazi shpërbleje sepse nuk ka pasuri më e madhe se ajo. Sigurisht. Teksa jemi te këngët e vjetra, unë do doja që qohim një material i cili nuk do të jetë kujtim vetëm për ju, por për të gjithë shqiptarët, sepse do t'i rikthejmë pak a shumë shqiptarët në kohët e mëhershme, kështu që lutem Regjina se ka mundësi ta shfaqë materialin të cilin e kemi përgatitur.
Disa materiale që arritëm, sepse ka shumë materiale dhe më të vjetra, po që nuk arritëm t'i shohim, megjithse kualiteti vizualisht, sigurisht që në atë kohë kur janë incizuar nuk është si duhet, megjithatë kualiteti qëndron. Emocionuese definitivisht, nostalgjike e pa diskutueshme, mirë po më vjen mirë që u lidh me ato që e thash veç pak më herët që imagjinoni me këtë kualitet gjenerata jonë ku kemi më rri sot. Pak. S'kemi më rri shumë, po pak. Dërsa ju të tjere, 3 e 3-ja, me këto hapësira, me këtë zhvillim të teknologjisë moderne, gjëna mos me punu. Gjëna mos me ofru atyre që ju dojnë edhe që ju adhurojnë kualitet. Bashkë me neve tjerve. Definitivisht, do më thonë, flet vetë fakti, do më thonë, unë s'po tham asgjë. Me këto sekvenca të shkurta që unë për veti u emocionova, që është normale, do më thonë kemi mëri me një kamerë VHS të asoj kohë, më duket ashtu jënë që këta kamerë morat mujnë me më përmisu a ka qenë që ashtu ajo, do më thonë me një kamerë. Imagjino sot ke mundësi, sot ka studio televizive në gjitha troje shqiptare, televizione private me hapësirë, sa dush me performu live. Kjo është ai qelsi, ai që mënon tjetë, do më thonë, gjatë në këtë profesion. Shumë e vërtet në fakt dhe atë që e përmend edhe më herët, domethënë këtu kishte këngë që ishin të vitit 90, 96. 96, domethënë sot 30 vjet ishte për shkak dhe ende po këndojnë ato këngë. Në fakt ajo është këndësia, unë e thash, ajo është pasuria për një artist. Sepse edhe unë i boj ato, ne i themi në zhargonin ton limonada, domethënë këngë sezonale të verës e të pranverës. Që mira janë. Po janë sikur ato 5 dhe perimet që janë i përdorim që dalen treg, ashtu janë edhe këto këngë. Ndërsa buka hatë gjithmonë. Tamam ashtu është. Unë në fakt do ju tregoj një sekret nga fëmijëria ime me këngën Dadush në fshatin ton, ka pas një dasëm, nuk e mbaj mend çfarë moshe kam qenë, ka pas një dasëm ku janë lëshuar krejt këngët tuaja, siç duket janë lëshuar me radio. Dhe ne në momentin që ka dalë kënga Dadush, kemi thënë, duhet jetë Afrim Muqiqi në dasëm, të shkojmë edhe kemi shku nga shtëpia deri te dasma, të shohim a është apo s'është. U zgënyen pak që nuk ishit ju edhe ishte radio, megjithatë u shtonin këngët tuaja, sidomos Dadushi që sot e sot dëgjohet edhe besoj krejt njerëzit e njohin. Çfarë do t'i thoshit atij djaloshit të ri që e pat këtu në këto video sot? Kjo më shtin që ta jep edhe një 30% më tepër se vetë vete. Me to me sinceritetin më të madh. Do të thonë kjo video është e vitit 96. Absolutisht s'po shoh ai ndryshim kështu të madh, pak po jo. Në fakt nuk ka ndryshim të madh as në pamje, as në zë, që është më interesante. Zëri është i njëjti, karakteristik. Kjo duhet që të më motivoj edhe mua edhe gjithë kolegët e mi, edhe të rritë, të reja në ardhje, sepse absolutisht është pasuri. Do të pash një video, dikon një podrom, kur ne kemi kënduar, për shembull, dy korrikut, një fest kombëtare në një podrom, në mënyrë ilegale, pas zërim, pas asgjë. E ka historinë vetë. Është një pik dikon. Një pik. Të kthehemi tash në pjesën e jetës tënde, pra të mos flasim vetëm, mos fokusohemi vetëm tek karriera, unë desha patjetër që t'i rikthejmë disa prej këngëve të vjetra. Ju jeni edhe baba dhe gjysh tashmë dhe besoj pak më herët që folëm edhe për babain tuaj, tashmë e kuptoni babain tuaj pse ka qenë aq i brengosur, sepse edhe vetë jeni edhe prind. Çfarë ndryshoi prej momentit që ju u bët baba vetë? Çfarë ndryshoi tek ju? Edhe a filluat ta shihni mbase edhe karrierën tuaj pak më ndryshe? Definitivisht. Jeta të sfidon në shumë raste, do më thonë, unë sa për ata të cilët na njohin dhe më adhurojnë e din, po edhe një herë jam i martuar, jam baba i 4 djemve, edhe i kam 2 prind gjallë, kam një jetë normale si gjithë shqiptarët tjerë, nuk e dua atë jetën e çmendur edhe super ekskluzive, ata që më njohin e din, çdo mëngjes e ha një gullash, një supë me gjithë punëtorët ku ushqen, sepse aty më pëlqen shumë të ushqem. Do të thonë, thëmë me dësinë më të madhe. Kështu që të qenurit baba është seni më i mirë në këtë botë. Pavarësisht çka të fali Malli Zot, djala çik. Unë për veten time vuj pse se kam një vajzë. Po është kënaqësi shumë e madhe sepse të kthen në binar të jetës në mënyrën më të mirë të mundshme.
Sepse e dashte se dashte, domethënë vetiu vjen koha e cila kohë ka me të lidhë me familjen, kështu që absolutisht njëri më i lumtur në botë. Pastaj është mirë kur pe pret që të bësh edhe gjysh. Domethënë është fantastike. Është ndjen shumë e mirë. Kështu që secili person, ato që e thamë në fillim të emisionit, nuk duhet asnjëherë që të lëndohet apo të preket sistemi ne apo të lëndohet nga prindërit, sepse nuk e besoj që ka prindër në këtë botë që e mëson një fëmijë keq. Pavarësisht se ne që shëmanim në periudat ndryshme të jetës, domethënë mund të idhnohemi apo mos ta marrim. Mirë, po definitivisht jam më së i bindur që nuk ka prind në këtë tokë që e mëson fëmijën e vet keq. Shumë e vërtetë. Shumë e vërtetë. E ne duhet t'ja u kthejmë në mënyrë më të mirë. Di që dy, nëse s'gaboj predjemve tu, e kanë trashëguar të njëjtin profesion. Këtë kam vërtetu unë në lëkurën time, atë që ndoshta, po atë që e ka baba im para 40 viteve, unë tash pe përjetoj. Se sot populli çka e mjell ki me korr. Po. Kështu që unë tash pe shoh sepse dy djem, domethënë të cilët merren me këtë punë, normalisht që derisa ti kryen unë nuk jam rahat. Sigurisht. Ose gjithmonë jam ai i cili i bëj presion ku ja kryva, ke mirë, bën këtë bën atë. Domethënë është jeta para tha është interesant. Patjetër që po. Besoj këshillat sigurisht që ju i jepni këshilla pa jeni, ashtu ai baba që i kritikoni më së shumti apo i shtyni për të vazhduar, sigurisht edhe kritikat e shtyn për të vazhduar më herët. A jeni ai baba i rrept që kjo duhet bëhet kështu dhe kjo duhet bëhet kështu apo? Unë jam për atyre që jem shpreh sa herë në mënyrë publike, asnjëherë nuk i marr me veti. Përkrojën e kanë definitivisht morale, financiare, profesionale, gjithçka mirë, po puna marr pa mua. Sepse do ta marrim përgjegjësinë vet, kështu që kritikat i kam gjithmonë pozitive, edhe asnjëherë nuk e them bravo se është perfekt, sepse në këtë profesion nuk ka perfekt. Deri në ditën e fundit sa ka shkruaj madhe Zot, këtu perfekt nuk ka. Sepse ne djeke mujt me shem fantastik sonde nuk i e mirë, publiku nuk ta fal. Duhet të mundohesh ti jesh gjithmonë 100% apo 101% ta përmbushësh atë që të donë dhe të aduron. Kështu që kjo është profesion. Kjo është profesion i cili është shumë i rëndë. Nëse veç e ka vendosur fëmijët e mi, edhe fëmijët e gjithë atyre nanave dhe baballarëve të cilët janë orientu fëmijët e tyre në këtë rrugë tim, Zoti ju dhash shëndet e ju prifte e marra të gjithëve. Mirë, po nuk duhet që fëmijës t'i themi bravo se ti je më i miri. Absolutisht jo. Mund doket djali jam që është më i miri në botë. Mund doket. Edhe çdo prindi, sepse edhe popullor që e themi vetëm njeri që prindi mund me dëru me veti është fëmia. Kështu që jemi në rregull në këtë punë. Mirë, po kanë njerë duhet që edhe fëmijëve me ju tregu vendin ku kanë, sepse është mosha, është adrenalina, kujton që e ka bën një kong dy edhe tash. Jo, me komën tokë, gradualisht edhe shkojnë tutje. Sigurisht. Edhe për te kritikave që ju sigurisht ju e jepni, ato janë në fakt edhe shumë mirënjohës, përveç se shumë të talentuar, unë i kam parë, shumë të talentuar janë edhe shumë mirënjohës dhe kam vendosur që këtë mirënjohje të tregojnë edhe publikisht sot, kështu që nëse ka mundësi regjia, video mesazhin e parë ta shfaqim. Përshëndetje për gjithë stafin e ju dhe televizionit edhe për gjithë shikuesit. Gjithashtu e përshëndesim edhe babin tim tash gjyshin më të mirë në botë. I uroj shëndet edhe gjitha të mirat në botë, e dojna shumë. Po jam mo. Albani, nëse s'ka bërë djali me nipin tuaj. Nami vogël. E kam dërguar nëse s'ka bërë janë në pushime diku. Janë në pushime, ku i përshëndes shumë dhe i uroj pushim të këndshëm. Domethënë kjo është ajo ndjenja që thash absolutisht. Lumaj që i ka edhe uroj që ata që nuk i kanë të kjenë sa më shpejt. E shoh që jeni i prekur, i emocionuar, por kemi edhe një surprizë tjetër. Nëse ka mundësi video mesazhin e dytë. Përshëndetje për juve gjithë stafi në studion. Një përshëndetje shkon edhe për babin, për ndryshe idolin tim. Babi, faleminderit shumë për gjithë shka, për mundin, sakrificat dhe për kujdesin që bën gjithmonë ndaj meje dhe ndaj gjithë neve. Të dua shumë. Adione edhe kë. Sa e bukur është kur fëmia thot për idolin tim, për prindin. Unë po mendoj që ndoshta nuk kemi bërë dhe shumë çka duhet me bë prindi për fëmijët e vet. Mirë, po kur i ke fëmijët në
rrugë të duhur edhe faktikisht marrin këshilla, intereson edhe pyesin edhe nuk bojnë sistemin e kryen vetë, gjithçka është kënaqësi e madhe, kështu që për momentin, deri këto momente që po flasim, si Albionin, si Albanin, si Adionin, si Jonin, janë për momentin në rrugë të duhur. Mirë po gjithmonë jam ona i cili ju rrim i kry sepse duhet ashtu që t'jem, po normalisht që i du ma shumë t'im botë edhe nuk diskutohet. Duhet patjetër. Kemi dhe një ëmbëlsirë për në fund. Nuk mjaftohemi me kaq, kemi dhe ëmbëlsirën për në fund, nëse ka mundësi video mesazhin e tretë. Përshëndetje babe, faleminderit shumë që më kanë ndihmuar për gjithë shka e babe ma një për mua të dua shumë. Tëngë. Edhe Joni. Do më thonë edhe Joni, tamam ko ka me të rëmbësirë. Joni i cili ka fillu është, do më thonë, ende në shkollë të fillore, edhe ka fillu rrugtimin në drums, do më thonë bateri, si që themi në një bubnjar jarshëm, juroj shumë fatë dhe normalisht që nuk do ndalet. Surpriza shumë të mira, falenderit shumë stafit juj. Uroj që çdo familje shqiptare të ketë harmoni të mirë në familjet e tyre dhe nuk ka pasunime madhe në botë. Definitivisht. Shumë e vërtet. Pra, Joni nuk ka shkuar nga kënga, le të themi, po është sërish te artit e muzika, megjithatë është në pjesën e drums. E baterive, drums, po. Aty ka fillu, shpesh bile bisedoj isha me bashortën edhe me bubnjarin tim Valonin. Ka vlla, ka dul ta shkër. Mirë po shumë është imponuese dhe shumë është vonë mas tyne, normal që inshallah ka fat edhe i vazhdon në drejtim, sikur se për shembull Adioni, i cili është në hapa shumë të mirë. Albani do më thonë ka qenë në sport, ka qenë futbollist, portieri i klubit futbollistik Prishtina, portieri më i mirë i shpallur në vitin 2016, mos gabofsha, apo 17 në Superligën e Kosovës, pastaj ka vazhdu në Zvicër. Albioni po ashtu, është në këtë përveçën, edhe uroj gjithëve që të kemë fat edhe patjetër edhe unë uroj shumë në rrugë të drejtë. Dhe në fakt i falenderoj shumë edhe Adionin, edhe Albanin, edhe bashkëshorten tuaj, sepse ajo më ndihmoi për ta marrë, sepse Joni ishte në shkollë, kështu që ajo më ndihmoi që ta marrim edhe këtë video, kështu që unë i falenderoj publikisht edhe nga këtu dhe uroj suksese në fakt edhe të gjithëve. Të dalim te pjesa e dasmave. Dasma të shumta, besoj, edhe për këtë vit, me siguri që do t'jeni mjaft i ngarkuar. Si ka ndryshuar dasmat, sepse po flasim gjatë gjithë kohës, po bëjmë krahasime të viteve, sepse keni kapur gjitha vitet, po thuajse gjitha tranzicionin, le të themi, të kohës. Si ka ndryshuar dasmat shqiptare prej viteve në fillim, kur keni filluar ju më herët dhe në ditët e sotme që sot jeni ende aktiv në dasma? Ka ndryshime të jashtëzakonshme, domethënë duke filluar nga infrastruktura, sepse kemi pas domethënë një infrastrukturë e cila nuk i ka plotësu as pak kushtet për shkakun të asaj kohe me atë se çfarë kemi sot. Nissan është e mirë që dasmat nuk e kanë humb në mas të madhe, edhe pse ka pas devijime, po jo në mas të madhe, domethënë atë originalitetin edhe tamam ato traditat tona jemi mundu sa kemi pas mundësi me i rujt. Hiç një përqindje të vogël që fillun ka qenë rrezik para 4-5 vjetëve që të devijojmë pak nga traditat tona, mirë po prapa pe thom fal mundësive mediale që kemi, domethënë televizione, hapësira sa të dush, edhe domethënë bërin e shumë emisioneve live, pastaj shumë intervistave, shumë afërsisë me publikun, mund të mënoj që kemi arrit që ta stopojmë atë devijim, i cili ka qenë shumë rrezikshëm, definitivisht me thonë, parasysh se nuk guxojmë të harrojmë traditën tonë, nuk guxojmë të dalim nga konturat e traditave tona të shajta kombëtare, sepse në fund të fundit dasma është e shajt, edhe aty nuk guxojmë që të devijojmë. E kuptoj edhe modernën, e kuptoj edhe gjitha mirë, po ajo që e thash më herët, temeli duhet të jetë pe guri. Aty nuk guxojmë televizën. Mbi guri mund të vendosim knaofe, mund të vendosim çka dush, mirë po mbi knaof nuk mund të ta shesim gurin. Kështu që aty mendoj që kemi ruajtur traditat, mendoj në të gjitha trevat shqiptare, edhe inkurajoj që ato tradita të mos harrohen asnjëherë, sepse është identitet i kombit tonë. Kemi folklorin tonë i cili është më i mirë në botë.
nuk guxojmë ta humbim. I kemi këngët tona shqipes, Shqipërisë mesme, këngë të cilat janë të pavdekshme. Duke mos që janë shkaluar dhe këto moderne, sepse jemi normal, jemi në rregull në këtë punë. Edhe kështu që dasmat janë duke vazhduar me atë ritëm, edhe unë mendoj që sa t'jetë jeta jetë do ketë sepse çdo prind punon për fëmijën e vet, për vllahun e vet, për vajzën e vet, për djalin e vet, për nipin e vet, për mesën e vet, për familjarën e vet që thjesht ta ketë një heng familjar. Sigurisht Këtë po binda sepse pe përvojnë në lëkurën time, domethënë gjitha këto prenotime, gjitha këto kërkesa, domethënë me ka 2-3 vjet më herët, sepse tash jemi shkep. Domethënë s'ka familje që nuk e ka dikon në mërgim. Kështu që gjithmonë ato planet bëhen 2-3 vite më herët për shkak sepse dikush e ka djalin, vajzën, mesën, nipin, hallën, tezën, familjen, edhe në koordinim e saktoj një datë, një eventi ku mbledhen gjithë edhe aty mandej. Aty bashkohen edhe aty nuk guxojmë ne të devijojmë, sepse në momentin kur i kemi të bashkuar gjithë, duhet më bëni një refresh për traditat tona të mira që i kemi. Shumë e vërtet. Dhe është e mira që trashëgohen, brezat trashëgohen. Definitivisht. Ju njiheni si person që e kallni atmosferën, siç thoni ju në Kosovë, në dasma. Po dua t'ju pyes, sepse keni shumë këngë, keni edhe balada në fakt tuajat, cila ka qenë mbase një kërkesë, ndonjë këngë që ka qenë shumë e çuditshme për një dasëm? Ka pas. Definitivisht ka pas, po ndoshta pak edhe përvoja me shumë vite në skenë, pastaj unë e kuptoj edhe ata të cilët neve na dojnë. Do unë ka pas një kërkesë kur është prej tortja. Edhe insiston nusja, thot me kongën ne pëndajemi. Edhe unë tash të keshëm nuk ban sepse nuk është momentumi. Me po insistimi ishte ja tillë që u dashke gjithsesi. Pastaj ndoshta po them gjinshmëria ime edhe e ktheva nga ne po ndajemi thash ne po duhemi. Edhe kështu që kaloj edhe ajo. Po do duhet të ndrohet krejt teksti në ato momente. Dhe e çuditshme që nusja e pas ka kërkuar pikërisht këtë se kur kërkon dikush tjetër. Ka pas edhe shumë raste tjera. Unë jam i thori jo urimeve ndasme, domethënë. Ato e bëj gjithmonë në bashkëpunim me dasmonin, plus don me urime apo pa urime. Sepse ka shumë nga njëherë ndoshta pa qëllim, ndoshta pa vedije, sepse ka një person, pavarësisht se është femër apo mashkull që e don një këngë. E tash për shembull, po kjo ka ndodhur domethënë pak më viteve të mëhershme. Për shembull, motra i uron vllaut martesën me këngën Fatizi. Nuk shkon për... Domethënë nuk u përshtat ke kështu që për atë punë më mirë është dasma të bëhet pa përshëndetje dhe pa urime, sepse është shumë e mirë edhe shumë shkon më profesionale. Shumë e vërtet në fakt. Megjithatë, kënga Ne po ndajemi është këngë shumë e bukur që edhe sot dëgjohet dhe kohëve të fundit po qarkullon edhe nëpër TikTok e kam pa me video të ndryshme që është rikthyer fuqishëm kështu me këngën, kështu që nuk ka pas faj në një farë mënyrë, nuk ja që e dom këngën, po që s'ka qenë për momentin. Ka njerë kur është momentin e ndryshojmë, domethënë në vend Ne po ndajemi bëjmë Ne po duhemi. Ne po duhemi dhe ja ku rregullohet. Duke qenë se ju afron fundit të emisionit, unë vetëm dua për ta përmbyllur, dua të di kush është Afrim Muqiqi kur fiken kamerat, kur je jashtë skenës, kur shkon në shtëpi dhe donat pushimin tuaj, donat pushimin tuaj. Po them me sinqeritetin më të madh. Ata të cilët më njohin, edhe po më shohin, e din. Kam dasht, jam kriju, jam rrit, po jetoj, edhe shpresoj qatë sa ka thonë i madhe Zot me jap jetë. Në jetën time s'kom pas tërproje. Në jetën time nuk kom ditë me i thonë dikuj një adhurusi largoh. Absolutisht jo, ata din gjithë, po thamë kështu ekskluzivitet në fund. Jetën kam qef ta bëj si gjithë popujt, gjithë popullet shqiptar. Ju thash, çdo ditë mëngjesin e hanë gjeltore me gjithë ata njerëz që cilët me punëtor krahu dhe njerëz që punojnë nëpër firma të ndryshme. Duhet jem gjithmonë afër njerëzve. Edhe koncertin kur e kom pasur Shkup ashtu jam kriju. Edhe në hallën sportive se harrova me potencu, po edhe në hallën universale, po edhe në stadiumin e qytetit Shkupit ku kanë qenë përmi 40.000 njerëz, unë kam marrë vetë, jam përqafuar me ata që më dojnë e më adhurojnë, kështu jam. Kështu jam lind, kështu më kanë edukuar prindët e mi, kështu jam rrit, kështu po jetoj, edhe shpresoj që të vdes, edhe të përfundon kjo jetë ashtu me ata që më dojnë dhe më adhurojnë.
Kjo është shumë gjë e bukur në fakt dhe ju njiheni edhe për modestinë, edhe për këtë që jeni afërt edhe me publikun dhe në fakt ishte edhe një moment poshtë kur arritët këtu te parkingu edhe më thot personi i parkingut thotë është personi që duhet hyje, thash po, edhe vetëm ju shef kështu edhe po ky që nga Frimuçiçi po këtë e njohim ne, se nuk e priste që t'jeni ju sepse ju shumë me modesti hyt erdhët aty kështu që kjo në fakt edhe ju karakterizon. Unë mendoj që modestia të bën mal sepse na kot mundemi me këshyr runa Zot, adhuruesin apo popullin nga një kënd tjetër, jo, absolutisht, ne jemi vetëm argat. Unë jam në shërbim të atyre që mdojnë. Definitivisht, edhe kam qenë, ja kam qitë kusht vetit. Jam betu në këtë rrugtim. Nuk do të thoj njerëz që mu mdojnë edhe më adhurojnë, edhe inkurajoj gjitha që e bëjnë këtë punë, prapë e potencaj. Mos i lëndoni edhe që i dojnë edhe ju adhurojnë. Sepse pa ta s'mundemi, definitivisht. Unë më me këndu grus tam në shpe. Ose fëmijëve të mi, ose mesave e nipave të mi që edhe e bëja punë, me knasin më të madhe. Mirë po, të kot e ki kur njerëz nuk dojnë. Do më thonë, ai po investon që po vjen të ti. Në një mbrëme, në një dasëm, në një koncert, edhe thjesht po ta klikon kongën, po ta ndëgjon kongën, ti po shkon pe thush s'mundesh me do në foto se sot si jo, ajo të unë nuk vjen shpejt. Një mesazh shumë i mirë në fakt për ato të gjithë që ju duan edhe ju mbështesin edhe për publikun, kontributi që jepni për publikun, sikur ta kishin këtë qasje edhe politikanët, që mos i shgënjen, megjithatë nuk po hy me asaj teme. Nuk duhem me hy, unë vetëm një kërkesë kam, masive që jam në këtë televizion, mu po më pengon shumë rrugët në shtetin e Macedonisë që janë vetëm në gjuhën macedone. Po na pengon të gjithëve ne shqiptarëve, po që... Pa dasht me hi në ato tema, duhet të jetë dëgjuesia, sepse unë jam rrit në këto treva, edhe gjithmonë me vite më e mend që ka qenë edhe gjuha shqipe. Mos ta harrojmë gjuhën shqipe. Respekt për këtë popull mirë, po gjuha shqipe është. Shpresojmë dhe këtë na rregullohet sa më shpejt. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit Prizma, shumë kënaqësi për mua me të vërtetë. Faleminderit, kënaqësi edhe imja, ju prifte mbara e i rujt Zotit gjithë shqiptarët ku do të jetojnë. Shumë faleminderit.